Edhe ambasadori Aleksandr Malias, i cili ka qenë ambasador i nderuar i Republikës Helenike dhe këtu në Shqipëri, ka qenë dhe në Washington për shumë vite, i cili në vitin 2013, para 3 vjetësh, ka shkruar një artikull i cili edhe u komentua dhe këtu shumë pozitivisht. Dhe a i foli për një New Deal me shqiptarët, jo vetëm me Shqipëri, me shqiptarët në Ballkan. Një marrëveshje të re, që do bazoj në heqjen e ligjit luftës dhe njohjen e Kosovës nga ana e shtetit grek. Ajo e Papandreut, zotri, Papandreou ka nënshkruar edhe Konventën Europiane e Drejtave të Njeriut, Këshillit të Evropës. Por Greqia vit për vit kritikohet nga Këshilli i Evropës, sepse nuk e ka bërë operative, nuk e ka kaluar në parlament. Pa kaluar në parlament, ajo marrëveshje dhe ligji luftës, konkretisht, është parlamenti është shprehës i sovranitetit sot në Greqi. Dikur në kohën e mbretit ishte mbreti shprehës i sovranitetit. Tani është parlamenti grek, është Bashkimi Evropian pas ka në girin e tij që prej vitit 1976. Unë kaj të them, mund do ta konfirmosh, mos u nxito të flas, mund do ta konfirmosh edhe flasim një herë tjetër. Edhe për cilat modalitetet e referohesh Kelly, do t'ju them pas. Zule Fevziu, dua të jem Dishti i Malias. Zoti, besoj se duhet ta lexoni të plot dhe me përkthim të qartë zotin Malias. Është e vërtet se ka një studim të tillë. E ka prezantuar në një sesion shkencor, është botuar. Dhe nëse do dëgjoj ambasadori Malias, i cili me të vërtet ka punuar dhe vazhdon edhe tani si i tërhequr, pensionist të punoj për marrëdhëniet shqiptaro-greke, nuk do të ishin këtu që janë. Përse? Sepse konstatohet zoti Fevziu, fatkeqësisht, që një paragjykim konstant i marrëdhënieve të Republikës së Shqipërisë me Republikën e Greqisë. Nuk jam në gjendje që ta dalloj nga gjenerohet ky qëndrim. Është çështje bindjesh, është çështje interesash, është çështje rolesh. Nuk mund ta di dhe nuk i hyj asaj përpjekjeje për ta evidentuar. Dëshiroj të theksoj se marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë për nga natyra e tyre janë objektivisht strategjik. Leadershipet politike duhet të investohen pikërisht në këtë drejtim, jo thjesht për mirësimin. Nuk janë marrëdhënie të një rëndësie për të dy vendet thjesht edhe vetë. Janë marrëdhënie të cilat u interesojnë faktorit evropian, faktorit amerikan për stabilitetin e mbar rajonit. Po unë konstatoj fatkeqësisht se nuk është vetëm kryeministri që do t'i mbaj peng këto marrëdhënie për interesat e veta, po ka edhe gazetar, ka edhe analist që ushqehen profesionalisht nga karikimi i situatave të tensionit dhe të keq interpretimeve. Ligj lufte midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë nuk ka ne ushqejmë ide me libra. Nuk mund të me libra me Partinë e Blushit. Duhet të përfundoj spekulimi, keq interpretimet dhe përkthimet tendencioze me vetëdije të plot. Unë nga ana ime, duke shprehur dhe një herë keqardhjen se nëse do dija se në këtë tavolinë do të hidheshin mendime të tilla se Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut rezonon qëndrime vendikime territoriale, nuk do të isha i pranishëm, sepse e kam lënë këtë mentalitet ta gëzojnë ata që e kanë. Unë për Shqipërinë, për atë Shqipëri që këta ndoshta nuk më japin të drejtën të kem vizion, të kem të ushtroj politik, sepse unë jam minoritet dhe këta janë shumicë, e dua një republik europiane, ku gëllojnë idet alternativat dhe ku gazetarët dhe analistët nuk bëhen shërbëtor për karierën e tyre dhe për bukën e tyre të një kryeministri cili do qoftë ai. Me këtë kompleksove dhe Zhej. Nuk përmenda njerit që të kompleksoj Zhej. E then vijim të asaj theq parë, duke më përmendur mua, unë s'kompleksohem sepse po të kisha ambicje për të përfituar në mënyrë të palishme,